që dëshira ime do të ishte që të kemi zgjedhje edhe një herë në mars. Që opozita mos t'ja jap mundësinë e zgjedhjes presidentit. Edhe vendis të shkojnë zgjedhje. Por, tu e pa konstelacionin politik edhe leadershipin i cili aktualisht është në mjegull edhe nuk pedin edhe vetë çka është të bo, unë dyshoj shumë që do ta kenë guximin partitë opozitare t'i kundërvijen edhe një herë Albin Kurtit dhe ta dërgojnë vendin zgjedhje. Dëshira ime do të ishte po, por a e kanë guximin, ajo mbetet më po, tash edhe 2 muaj besoj që veç dhe kemi pak ma qartë një pasqyrë se ku po orientohemi, do ta shohim konstituimin e Kuvendit, formimin e qeverisë. Në bazë këtyre 2 veprimeve do ta kemi edhe një pasqyrë pak ma qartë te presidenti. Nëse ja bojnë qeverinë partitë opozitare, sepse realisht sot zoti Kurti nuk ka nevojë më as për minoritete, as Minoritete ka nevojë. Tëre, i ka kur dë në gjysë natës pillu që t'ja marra jo në jaqaj. Minoritetet tjera. Po, u krye ma bet, po flasë për mu varë prej... Ja, jo, u krye ma. Ka morë fënda e farpune, kështu që nëse do t'a kenë guximin, nëse do t'a rrinë mas pari, të bojnë ndryshime mrena subjekte të tyne, mrena qësaj periude për janarit dhe në fund marsit. Ka me bo, maj, PDK-ja ka pas idenë, s'ka një mujdet që ka bo. Ta përfundojmë, se du me përfundojmë. Kështu që nëse nuk arrin me bo këto, unë dyshoj shumë në guximin e partive opozitare për me shku edhe një herë zgjedhje edhe me sfidu zotin Kurti. Po, Jeton? Një varfone Arlinder, ape du pajtu që